Një super afekcion. Jonisa Ellushi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Jonisa, kënaqësi. Kemi. Dhe shumë komplimente për klipin. Edhe për këngën, duke qenë se është kënga jote e parë, apo jo? Që është ky eksperiment në këtë moshë? Është më shumë si shtash, edhe si që kam shpeshirë, është një andër që qëllën mesetarë. Sa kohë në mesetar? Po ka me të vetë 22 vite. 22 vite, wow. Në themi, jo, në sakë, s'pete moshën të një. Jo, mos e thuaj. 25 vite, po. Ne ti kemi bërë llogaritë e moshës, gjithsesi. Se na ke thënë vitin e lindjes. Po nuk dukesh. Dhe aq më tepër? Më ka thonë, besoj, fakti kam qenë të 8 september, është parë. Okej. Atëherë ke nisur si eksperiencë, atëherë ke dashur që ti futesh kësaj rruge. Po ja, ta shohim një video, të kthehemi pak të ethet, të kthehemi në asko, e shohim pak një video. Sa e vishte vogël. Si ma kam njohë këtë vajzë, dikur. Qatë që këton kër e shë, për shumë? E mbi gjitha, e shë shpesh si video? Kam astis të kohë të fundit, për momentin që doja të rikthehesha në këtë pjesën e artit, muzikën, kërcimin, thjesht muzika, pra. Që kam hapur për të tregu vajzave. Po? Çfarë mendojnë ato kur shohin nënën e tyre? Janë fanset besoj numër 1. Sigurisht. Po ti vetë të shkakton, ose ndoshta ishte kjo ajo e parë që ta dalë, nisin the, pse të rri kjo në sirtar, edhe si ëndër, si dëshirë, unë kem ajo Jonisa që siç ishte prezantimi i parë për të bërë këngëtare, pse jo mos e startoj tani? Në fakt është më shumë pjesa e ime që kur filloj diçka, shkoj deri në fund. Pra, pavarësisht se fillova para shumë viteve dhe nuk pata mundësi ta vazhdoja. Fakti që ikëm në Belgjik, fakti që krijova familja atje dhe u bën plot gati 30 vite që jetoj në Belgjik. Dhe tani jemi në 2 vajzave. Po, Ilona dhe Kelja. Faleminderit. Mendova që pse jo, tani që janë rritur dhe vajzat kam pak më shumë kohë për veten. Po si ishte ai momenti që ishte shkëndija, që theti, okej, do ta tani mund të jetë momenti. Pra është si gjithçka që themi do të bëhet diçka sebeb. Pra u bë diçka sebeb që doli Stine në muhabet. Dhe nga aty pastaj hapas hapi. Pse jo? Pse jo? Ta shohim mirë çfarë mendon dhe Stine vet. E çfarë mendon ti Stine? Besoj se ja ku është përgjigja, pra i përqej. Pa diçka të ti. Po, ishte i gatshëm. Dhe si shkoi gjithë punimi i këngës, videoklipi pastaj sa e ke shijuar atë realizimin e ëndrës? Besoj se kam qenë plotësisht në një ëndër, pra realisht më dukte vetja sikur nuk ishte diçka që po bënte. Më pëlqeu, ishte shumë mirë. Aq më tepër që ti ke vajzat e tua në klip, apo jo? Po, janë dhe vajzat në klip. Një kujtim shumë i bukur për ju. Emocion më vete, ti është me vajza? Po, gjithsesi ishte ideja që, okej, nëse ta bëj pse jo, kam shansin t'i marrë dhe vajzat në klip. Edhe ato mund të më vonë, thejme me mamin, kemi dalë, kemi bërë një këngë kështu, po që Ta kishin dhe ato një eksperiencë, një kujtim të treja bashkë. Jonisa, ti e bëri këtë këngën për të qenë thjesht një kujtim, apo do seriozisht ti futesh tregut muzikor dhe të pasojnë dhe këngë të tjera? Pse jo? Do më thënë, nëse përqejet... Kur nisi kaq mirë, pse rinisi le themi, kaq mirë pse mos pasohet? Do më thënë, nëse e shoh që përqejet, që është diçka që njerëzit më flasin gjatë gjithë kohës që është e lezetshme, e bukur, pra si timbri i zërit e tjera. Pse jo, ta vazhdojmë mirë çojmë. Çfarë mendimi ka bashkëshorti për këtë ëndrrën tënde? Sa të kanë mbështetur ai? Do ishte, do them që edhe ai më ka ngec pak tek pjesa e muzikës, sepse ka qenë shumë xheloz. Kemi diku 22 vite bashkë. Prisja do thojë që kam pas shumë mbështetje. Jo, sa ka qenë dikimi fillimi. Po, ka qenë shumë xheloz në ato vitet e parë, sepse kam dashur dhe në Belgjik që të vazhdoja këngën me një producent, po nga xhelozia e ati nuk pata do të mundësin dhe atëherë të vazhdoja. Por që sot, më shumë se kur, ka qenë ai që më ka shty më shumë, për tonë,
e di çfarë bëja. Ka një gjë që sot je nëna e vajzave të ti. Është edhe Te kjo. kësaj normalisht edhe njeriu me kalimin e kohës ka të pjekurinë e vet, rritet, besimin, çdo gjë. Po, sigurisht. Është një lloj sakrifice që ti ke bërë për familjen në këtë rast. Ke ishur dorë nga ëndra jote për të qëndruar brenda kornizës familjes, për t'i bërë qefin, për t'i dhënë dhe atij siguri. Që e kam bërë me kënaqësi. Dhe tani të thot ai që hajde tani duhet bësh diçka tjetër, si është shumë mirë te kjo gjë që ke bërë. Po, më shtyn. Më shtyn është njëri që nuk, domethënë, krahasim me atë xhelozinë më përparshme që ka pasur, nuk e kam. Po. Cili ishte mendimi i tij kur dëgjoi për herë të parë këngën? Besoj si gjithë burrat edhe mund të ketë qarë, nuk e di. Po, sepse momenti që ka dalë muzika, i ka qenë në Belgjik, unë kam qenë këtu në Tiranë. Do s'kam qenë me të kur ka dalë... Nuk e kam darë. Ja, nuk kam qenë me të. Po besoj se e kam përgjë. Do kemi ndonjë një projekt veror tani, apo? Pa punon me diçka? Akoma nuk e kemi në muhabet e sipër, por e mendojmë. Pra, jam në përgjithësi, jam njëri që i marrë gjëra shumë qetë, shumë shtruar dhe klipi është bërë para një viti. Pra, e morëm shumë një vit për ta publikuar. Po, dhe ka vetëm një muaj që ka dalë. Po, për arsye se, jam njëri që zakonisht e di që tjerët kanë punë tjera ose dhe leja të kohën e dur. Kur duhet, kur është qasti, kur është momenti i dur për ta publikuar. 2025 që momenti, besoj. Po, s'ka qenë momenti jot. Do ta shfrytëzosh të paktën deri në mbyllje. Ne shpresojmë që nga ky vit e tutje të kesh vetëm suksesin vazhdim. Shumë sukses pas gjithmonë. Faleminderit kënaqësi shumë që ishe në studio. Faleminderit Elisa, kënaqësi, suksese. Okej, do të ikim në reklamë pas hapësirë e kuzhinës dhe pas një ditë dhe një javë sa më të bukur. Shihemi nesër bashkë. Pafshim.